Sot në klubin e deputetëve u mbaj takimi i liderëve të partive parlamentare. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti pas takimit tha se është dakord për krijimin e një njësie zgjedhore. Ai shtoi se për qeverinë teknike duhet të ketë konsultime edhe me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa i takon qeverisë teknike, qëndrimi ynë është që duhet të konsultohemi dhe me bashkautorët e sjelljes së këtij ligji, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa kryeministri Kristian Mickoski deklaroi se gjetëm një lloj kompromisi për ligjin për kundërvajtje, ndërsa për qeverinë teknike në përgjithësi u pajtuam se duhet të mbetet në të kaluarën. Ajo që për mua paraqet momentalisht akute dhe që duhet të gjendet zgjidhje dhe mendoj që sot në këtë mbledhje arritëm të gjejmë kompromis është ligji për kundërvajtje, që të mundet Safe City ose qyteti i sigurt të fillojë të funksionojë nga 1 shkurti, ashtu siç është paralajmëruar. Për miratimin e këtij ligji që e ritheksoi që është 2/3 për të njëjtin nuk kemi nevojë për shumicë të badenterit, theksoi Mickoski. To je zakon za prekršioci, za da može Safe City ili bezbedan grad da započne da funkcionira od 1. februari od ova godina, onako kako što je planirano. Su to novi zakon koji što je, povtoram, je dvotretinski, za isti od ne je potrebno badenterovo množinstvo, tu koje je dvotretinski zakon.